të abdigjiki, kështu që për mua është për një me të zhgënjyse këto qëndrimet e fundit të zotit, po lëtësot që adon për media, rezultatin e 28 dhjetorit asë mundet me ndreq, të isha mediat, asë me edopsu. Po, personalisht, pra, me qënë se Lumirin e një shumë ati, edhe që më ka befasu, pra, s'kom komuniku me të, po më ka befasu. Më habitë diçka se nuk e përmerë, aeroporti i Vlorës ka u fut. Ja, ta qërë, ideja është unë i kuptoj politikanë nëse kapën, për shembull me gazetarë të përveçëm, edhe kanë një betej që ju do këtë personale, edhe e shtynë. Po tash mi përgjithësu mi shtikejt mediat, që kjo nuk duket korrekte. Pra, mund është me thonë Leonardi o që kjo, edhe me bo një betej me Leonardin, po jo mi përgjithësu për shembull se në media është shumë kush i cili s'ta ka për bërgjë qatë të kësi, po hajtë më stjapi që dhe ki batoni për para nuk po du me full. Ka pas ku ka pas nga njerë e kryojnë qatë shumë mitësi me politikanë se jetojnë bashkë me ta, edhe do gjëra nuk flitën qa bisedojnë, pra sy se bota dhe jeta jo ndryshon merë dinamik tjetër, përplasjet ekzistojnë edhe në mes neve, dhe unë mendoj që gjëra që i folim tavolinë nuk flitën në publik, se së është kultura jo. Mas pari... Tu s'ka pas qështë e tavolinës, batan. Po... Për shambull, mund ka befasu që kjo pjesë, pra mendojnë se të gjithë sillen rreth krimit sepse aty rrotullohen vetë. E tash. Nëse ka dikush... Hajde batën se folim mas nej, po okej, vazhdoj... E para punës, sikur zakonisht që ndohë me albinizu vetën, Lumiri është mjaftueshëm intelektual që zguxon me e përsërit vetën ose me i ngja dikujt dhe me i quajt tjerë mercenar. Ose le të bëhet burrë dhe thot ky njeriu është mercenar. Me amen me mbiemën. Nuk guxon me kriju armikun si model çfarë e bëjnë politikanët të cilët janë kogja primitiv. Domethënë ata të gjithë e krijojnë një armik, për arsye se me atë luftojnë për ta mbajtur veten ose dështimin e tij. Në rregull, to e dim, është 5000 vjet e vjetër, sa dush themi sa e vjetër është kjo. Që ti e krijon një armik për ta zbet dështimin. Dhe Lumiri ka gjetë këtë herë mercenar. Ama nuk guxon ti ndërshmërinë tonë me mercenarizu me 100 emra. Bëhu dhe thuj, ky është njeriu i cili dhe fatkeqësisht na e dim për çka po fletaj. Unë s'po di. Jo, na e dim. Pra unë kum pa sulme ndaj Lumir Abdigjikut, pra mund me kuptu situatën e tij që nuk po don, që më thon me ose ndihet keq me sulmet që nga ja bojnë, po do në zamë se për çka saktësisht e ka, unë nuk e di. Jo, çore, na e dim, thashë nuk guxojmë i folë në studio, se na e dim për çka e ka. Ai kur e përmend metaforikisht aeroporte e tjera. Ai i drejtohet së pari grupit të vjetër të LDK-s, i drejtohet një njeriu i cili... Rëqitu baton, vetëm ta lidhi me Liza Haradinaj për kabinetit të presidentes Osmani, po do me bon një reagim, sigurisht e ka për ty, se jo për mua për Dibranin e Ilirin, e pastaj kthehem të çdo grupet e vjetra të LDK-s. Përshëndetje zoni Haradinaj. Përshëndetje Leonard, në fakt unë deshta të sqaroj dhe të reagoj lidhur me një gënjeshtër të madhe funde krye nga ajo që po sa u tha minuta më parë nga zotja Xhiu. Për cilën pjesë Meliza? Presidenti Osmani asnjëherë nuk ka pas takime që janë ndërmjetësuar qoftë as indirekt nga Batona Xhiu, e aq më pak takime ku ka dhënë garanca për zbatim të asociacionit. Kjo është një gënjeshtër e pastër. Vetëm pak, nalun. Ta bën deklaratën e saj, pastaj baton lidhje. E para, du të thëmë Meliza diçka. Vetëm ta bën deklaratën e vetë Meliza. Meliza, edhe herë të lutem. Se po ndëgjoheni 2 herë, mendoj që ke shumë e qartë, Leonard. Është gënjeshtër e madhe ajo që u tha nga zoti Batona Xhiu, se ka ndërmjetësuar një takim, qoftë edhe po të ketë qenë indirekt ai takim,
E aq më pak një takim ku ka dhënë garanca për zbatim të asociacionit, ashtu si që tha zoti Agjiu. Është gënjeshtër e pastër, fund e krye. Okej, dëgjoj Batonin e ka një replik, pra. Kjo Meliza Haradinaj. Meliza, e para, s'kam që të bëj me edukatën tënde, për arsye se jo rrallëherë e manë këtë nivel të edukatës. E para, të thuash gënjeshtër, dikuj dush me pas argumente se ti asë një atë zënat, asë se ke pas atë zënat kur. Që të dish se qa është, vetëm pak të kryj pas ta e folti. Mbajtje në ligjeratave të moralit. Me të majtë ligjeratat moralit ti nuk ishe dalë këtu. Gjyka populli kosovar, gjdo dit, edhe në veprime edhe në deklarata. E para punës, me të majtë ligjerata moralit ti se dalë në fotografi. Nuk është e sakt, nuk është... Meliza, vetëm në argumentin e ti dhe shikoje vetëm nisan. Shikoje që ka thash une. Shikoje që ka thash une. Që me ka pak përgjithsi të flitet në hapësirën publike me gjëra të pavërteta. Une kam obligim ndaj njerëzve dhe nuk i përmendi me emra. Po i përmenda me emra, tani ty të vjen keq, edhe tani fjala gënjeshtër nuk mjafton. Po e kam qaq... Jam qaqi edukum... Besoj që është e qartë tani në kompozitin e moralit, në hapësirën publike, se kujt duhet i vi keq, dhe kush qëndron në anën e të drejtësve të veprimet të cilat do të gjykohen nga hapësira publike. Po ne mund të përballemi një ditë për gjëra tjera për cilat po aludoni, mirë po për deklaratën që po sa bët. Vëdëm një sëqarim. Asë një moment nuk është të vërtet, nuk ka pas takimit të ndërmjetësuar nga ana juaj, qoftë as indirekt, dhe nuk janë dhënë garanca për zbatim të asociacionit asnjëherë. E para punës. E po gjëra tjera ne mund të vim edhe në studio dhe të përballem për të gjitha. Kur doni ti e vjosa këtë do mere, se kam problem ato. Po atëherë ju thëmë, e para, mas pari, ki lexim... Se që mund të vi edhe mund të ballafaqohemi me gjitha çështjet një nga një kronologjikisht. Vetëm dalu pak, të kronologjike. Dhe publiku pastaj. E para e punës edhe... Baton. Jo, nale ato se po flet. Po ka drejt edhe ajo, se na kena kitë hapësirën tash. Le ta bën reagimin e vet Meliza. E thajo. Vazhdoje, pastaj na vazhdojmë. Sa po e thani pa vërtet. Mendoj që kesh e qartë. Vetëm një seri Meliza, asociacionin nuk di që e ka përmendur Batonit të paktën jo sonte që e ka do ta binda në vind kursin për të zbatuar asociacionin. Kështu e ka fjalë për fjalë. Jo. Nuk thash që Vjosa Osmani në asnjë moment ka thënë që unë do të zbatoj asociacionit. Jo, do të binda Albinin, këtë fatë. Ka dhënë garanca se do të binda Albinin. Do të binda, unë e thash, që mranda ndërmjetësi, mranda takimit, ajo ka thonë që do të bëj të pamundurën, që ta shetutje ta keni një zë në Kosovë dhe me përfaqësuesin ndërkombëtar dhe sidomos me përfaqësuesit amerikan. Nuk du të thëmë ma shumë. Mendoj që ju e keni njeriu në mik, që është miki juaj, i zyrës të juaj, që mund t'ja sqaroj se s'po du me përmend se s'ka kuptim. Por asnjëherë nuk kam thënë që Vjosa Osmani ka premtuar që asociacionin do ta bëj. Do ta bëj më të mirën që ta bin Albin Kurtin që të realizoj ato që i ka premtuar Bashkisë Ndërkombëtare, në këtë rast edhe asociacionin. Kjo ka qenë. Dhe asgjë më shumë. Okej, Baton. Jo, po e kemi deklaratën dhe kështu edhe regjia ta rikthej. Ju e thash që ka dhënë garanca që do ta bindë Albin Kurti. Unë ajo që sapo e thash është deklarimi i presidentës. Presidentja as nuk ka mbajtur, as nuk do të mbajë asnjëherë takime të ndërmjetësuara nga ju e nga aktorë jo shtetëror. As më pak takime ku ajo ka dhënë garanca të tilla. Okej, Meliza. Jo, po s'mundesh me kalu kjo kështu bashkë kështu. Natën e mirë, e mirupafshim në ballafaqime të tjera. Kur dush Meliz, po mënoj nëse o Batoni se... E para punës, unë